Zoti kryetar, kjo që sa po bët tani është turp për një parlament. Ju ka sjell grupi juaj një kërkesë dhe ju me urgjencë e trajtoni, ndërkohë një kërkesë të grupit ton parlamentar, e cila përputhet plotësisht me kërkesën e atyre qytetarëve që protestojnë, po bëjnë gati 2 muaj, që janë në shesh me pika të përcaktuara kërkesave tyre, ju i neglizhoni apo ju i hidhni tutje në kosh dhe nuk i konsideroni. Ata janë qytetarë, kjo është opozita e vendit. Ata janë qytetarë të këtij vendi që protestojnë kundër narkoregjimit, kundër babzisë, kundër shkatrimit dhe për një Shqipëri normale dhe për një qeverisje normale dhe jo për një narkoqeveri. Ndaj duhet ju bazuar në rregullore, sepse keni detyrë kërkesat ti trajtoni, të fusni në më urgjencë në rendite çështjen e kërkuar nga opozita dhe të mbështetur edhe nga qytetarët dhe nga protesta e tyre. Ju po e shndroni këtë parlament në një palo parlament. Shikoni edhe sondazhet. Çfarë tregojnë? Po shndrohet në institucionin më të pabesueshëm, më të poshtruar, një institucion i zgaravitur. Pra, i zgaravitur. Shiko, ju jeni zgaravina, unë nuk doja t'ju thoja dhe ju jeni zgaravina, po s'kam që them. Ashtu jeni. Tani, ky është një realitet. Ndaj, zotri, nëse do t'i japish parlamentit, hije në një parlamenti normal, trajto dhe fut në rend të ditës me urgjencë kërkesat e opozitës dhe të protestuesve që janë prej 50 ditësh në shesh. Shumë dakord, paraqiteni sipas rregullores dhe hajde ti fusim, ti jetim në votim, siç e ka rregullorja. Zonja Jorida Tabaku, shpjegim vote kundër. Kemi edhe balancë gjinore. A detyron rregullorja. Zoti Peleshi, ligji investimeve strategjike për disa nga deputetët këtu është një ligj i ri në fakt, po disa prej nesh kanë 10 vite që flasin dhe kundërshtojnë. Që në vitin 2016 kanë prezantuar amendamente për ligjin e investimeve strategjike. Në vitin 2017 kërkuan për herë të parë të pezullohet. Në vitin 2019 e ripërsëritëm kërkesën. Kur disa deputet këtu e sillnin vit pas viti dhe këtu referohen dhe kolegëve që sot bëjnë ironi e qeshin, kërkesën për të pezulluar ligjin e investimeve strategjike, të gjitha shkuan në vesh të shurdhët. Ligji i investimeve strategjike ka shpërndar sot rreth 80 projekte. 70 projekte kanë shkuar për dhënie leje turizmi. Ka tërhequr vetëm një investitor të huaj. Absolutisht asnjë vend pune të krijuar në ekonomi, asnjë përfitim, vetëm ndarje favoresh. Në vitin 2022, në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, solla një propozim ligjor për ta pezulluar atë ligj dhe për të krijuar një ligj kuadër për investimet, sepse Shqipëria nuk ka pse t'i ndaj porte, aeroporte, sikur t'jetë nënës e të babës. Përsëri u refuzua. Është një betejë e gjatë ajo që kemi bërë në këtë parlament, që sot është ngritur gjithë Shqipëria e Tirana në shesh. Është një betejë e gjatë se lidhet edhe me kërkesat e procesit integrimit. Nuk mund të ketë dy standarde. E duam integrimin për ligjin e drejtës autorit, por nuk e duam për investime strategjike. E duam integrimin sa herë që duhet t'i themi opozitës, ku jeni ju e pse nuk votoni, por nuk e duam për ligjin e zonave të mbrojtura. O ka një proces integrimi me vullnet të plot që ju e keni shkelur deri më sot, ose këtu gënjeshtra e propagandë për qytetarët çdo ditë nuk mund të ketë. Procesi integrimi ka kërkuar që 3 vite më parë anullimin e ligjit investimeve strategjike. Keni marrë ju angazhim pozicionet negociuese edhe në kapitullin 30, edhe në kapitullin 27, që këto ligje do ndalonin që në 2025-ën i shtyt prap, për më tepër dhat edhe koncesionin e porteve të investimeve. Faleminderit. Tani është limituar koha, lutem, përfundoni fjalinë. Tani, në qoftë ne duam këtu në këtë parlament punojmë për integrimin, le të fillojmë nga këto 2 ligje. Çdo gjë tjetër është propagandë. Faleminderit. Zoti Belind Këlliçi.
Zoti kryetar, ajo që ndodhi pak më parë është prova më flagrante se si ky parlament me kartonat e mazhorancës çdo ditë më shumë distancohet nga problemet reale që ka sheshi, ka shoqëria shqiptare, kanë qytetarët shqiptar. Sa e lehtë qen ka që me një kërkesë formale të ndrohet rendi i ditës, të hiqen projekt ligje, të hiqen diskutime dhe të vendoset në prioritet agenda e Partisë Socialiste, kur ndërkohë prej 51 ditësh tashmë ka një shesh që është i mbushur plot me qytetarë, janë me dhjetra mijëra qytetarë që protestojnë. Është e paimagjinueshme që Parlamenti Evropian datë 17 qershor miraton rezolut për problemet që ka Parlamenti i Republikës Shqipërisë, kërkohet në Parlament Evropian shfuqizimi i ndryshimeve në ligjin për zonat e mbrojtura dhe ky Parlament refuzon të flasë për këtë çështje. Është e paimagjinueshme që ne si grup parlamentar, me që përmendni rregulloren, kemi pothuaj një muaj, ja ku e ke shkresën në datë 22 qershor, të ka ardhur në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike kërkesa për mocion me debat, ku ndër të tjera janë 5 kërkesat kryesore që sot i ka çdo qytetar shqiptar, që kanë uzurpuar çdo vëmendje qytetare dhe mediatike, që janë sot kryetema në çdo tavolinë dhe tryezë diskutimi. Është fuqizimi i paketës maleve, ligjit për investime strategjike, zonat e mbrojtura, trashëgimia kulturore, edhe dorëheqja e kryeministrit, edhe e gjithë qeverisë. Si ka mundësi që asnjëherë kërkesat e opozitës nuk merren parasysh? Si ka mundësi që shkojnë deputetët e Partisë Demokratike në Parlament Evropian, paraqisin 35 amendamente, 31 prej tyre i votojnë pro edhe eurodeputetët, flasin eurodeputetët për problemet që ka Shqipëria dhe refuzon ky kuvend flas për problemet që kanë qytetarët shqiptarë dhe rinia shqiptare. Ndaj, ajo që ju tham pak më parë, bie drejt për drejt mbi ju pikës pari, sepse jeni ju përgjegjës për menaxhimin e situatës në këtë sallë, për problemet që diskutohen në këtë sallë, edhe për t'i thritur edhe ndërgjegjes kolegëve tuaj në... Faleminderit. Përgjegjësia ime është që të vendos sipas rregullores dhe mocionin e ka votuar seanca, jo kryetari i kuvendit. Ju e dini mirë të. Urdhro? Zoti Klevis Balliu, shpjegim vote kundër. Tani kryetar, ose ju bëni sikur s'merrni vesh, ose pasaj nuk hani pyk. Ne këto projekt ligje, këto propozime, ne kemi më shumë se një muaj që ua kemi sjell. Kurse zotëria në fjalë, vjen këtu, i teket mbrëm, edhe vjen, ju e ndryshonin në sekond rendin e ditës. Kur bëhet fjalë për interesat e qytetarëve, nxirrni 100 makinacione, vetëm për mos folur për ato çështje. Kur bëhet fjalë për të kaluar para tek qytetarët, kur bëhet fjalë që për raste tërmeti, që për raste përmbytjesh të kalojnë për para për qytetarët, ju nuk merreni me ta, ju nuk shpallni gjendjen e jashtëzakonshme. Kur vjen Kenya West, kaloni me akt normativ 4.2 milion euro dhe vini pastaj dhe shiteni si të majt se do i marrim paratë të pasurve dhe do t'ja japim të varfërve dhe ja merrni 4.2 milion euro popullit më të varfër të Europës për t'ja dhënë një miliarderi që do këndonte 40 minuta që të rishni ju vëmendjen nga një protest që ju ka dhënë përpara. Nuk të riqet vëmendja, nuk zgjidhet problemi me protestën duke vënë ju muzik, as me Kenya West, as me Ylli Limanin dhe me as një këngëtar tjetër. Ajo zgjidhet vetëm me dorëheqjen e Edi Ramës dhe me hira me pahir do ta japi dhe ai edhe ti pas ti me qenë se ke vendosur të trish si zari ati. Faleminderit. Faleminderit për komplimentin, se në gojën tuaj për mua është kompliment. Zoti Blendi Klosi, shpjegim vote pro.